OJQ i Helix e drejtuar nga Bukurie Zogaj Krasniqi, një qendër kulturore artistike që organizon koncerte, festivale letrare, promovime librash dhe ekspozita arti, ka implementuar dhe ka përfunduar me sukses projektin Gratë dhe Aktivizimi Kulturor me mbështetje nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ky projekt është vazhdimsi e nismës së vitit të kaluar Gruaja Rurale në Art dhe Kulturë, i cili nxori në pas sfidat me të cilat përballen gratë në fushën e artit dhe kulturës, si dhe nevojën për fuqizimin e rolit të tyre në këtë sektor. Gjatë këtij viti, projekti ka përfshirë takime, ligjërata dhe bashkëbisedime me gra nga zona të ndryshme, si Zhupa, Krusha, Fortesa, Patkoci, Krusha e Vogël dhe Hasi, duke rritur nivelin e vetëdijësimit për rëndësinë e artit dhe kulturës në jetën e përditshme. Projekti po përmbyllet me takimin final, ku gratë pjesëmarrëse nga zonat rurale dhe ato nga qyteti janë mbledhur për të ndarë përvojat e tyre dhe për të reflektuar mbi rezultatet e arritura.